jam duke hyrë në një nga hotelet e parë në Shqipëri të brand name, që nga Durrësi deri në Sarandë, pra që nga Melia e Durrësit deri në Sarandë, dhe njëkohësisht hoteli i parë 5 yje plus në Bregdetin e Shqipërisë. Që do thotë, hotelet ndahen me yjet, por tek 5 yjet janë hotelet business hotel me 5 yje dhe janë hotelet me 5 yje plus. Green Coast Hotel M Gallery është ky hotel këtu në cilin mbrihet me bagi në zonën e Green Coast, ja ku është i shkruar dhe emri. Hoteli nuk është ende i hapur, unë do bëj një tur të tij. Organizatorët na kanë thirrur për ta treguar, pra për emisionin Opinion, po e tregoj dhe për YouTube-in, është pjesë e M Gallery Collection, po të shihni, M Gallery është një nga brandet e kompanisë Accor, kompania e dytë më e madhe e botës për hotelet. Është pjesa e hollit, i gjithë hoteli është i veshur me një gur shqiptar, i cili vjen nga zona e Kapshticës, është gur shumë i bukur sepse të krijon përshtypjen e zallit të lumit ose të detit. Vjen nga Kapshtica, nuk është plak, është gur i mirëfill, dhe për ta kuptuar më mirë duhet ta shohësh te recepcioni. Kjo është pjesa hyrëse e recepcionit. Mirëdita, si jeni? Si kaluat? Si jeni? Shiheni pjesën këtu, pra këtu e kuptoni që është i gjithi një gur, kjo pjesë dhe jo plak, dhe pjesa tjetër është po ashtu gur shqiptar, që vjen nga zona tjera, në mos gaboj ishte guri i Vlorës, ndërsa ky gur tjetër është, me cilin është shtruar pjesa më e madhe e hotelit dhe fasada e tij, vjen nga Kapshtica. Kjo është pjesa kryesore e hollit, i cili ka dhe pjesën e jashtme të tij. Dalja jashtë ose pamja jashtë është fantastike, por do mundohem dal nga bari për ta treguar më mirë. Është vijon sërish recepcioni dhe bari i recepcionit, është një nga 3 baret. Çdo standard i hotelit është përzgjedhur nga Accor, është bërë në raport me Accorin, stafi që e drejton është 100%, domethënë drejtues, është 100% ndërkombëtar i zgjedhur nga Accori, dhe gjëja më interesante është që hoteli ka një punonjës për çdo dhomë, 130 dhoma, 130 punonjës, dhe një gjë tjetër të pa besueshme, ka po aq sa metra katror për hotelin, pra për pjesën e hotelit, dhomat, shërbimet e tjera, po aq metra katror ka në shërbimet ndihmëse që unë s'po ju tregoj, por mund të shihni në televizor në emisionin Opinion. Kjo është pjesa jashtme e recepcionit. Këtu është plazhi privat me 250 çadra, 600 metra i gjatë, që vijon që prej fillimit këtu e deri në fund tek shkëmbi atje. Hoteli ka 6 godina, sipër janë dhomat e takimeve, pra të mbledhjeve, meeting rooms, nëse mund t'i quajmë kështu. Kjo është pjesa tjetër e godinave, ka 6 godina, të cilat shkojnë nga 2 kate deri në 6 kate. Asnjë godinë nuk mund të dalë mbi shkëmbin përballë. Po të vini re, të gjitha dhomat kanë terraca të vogla apo më të mëdha sipas madhësisë. Dhomat standarde do t'ju tregoj pak më pas, do të flas me një nga menaxherët egjiptian që merret me dhomat. Kjo është pjesa e shtruar e lulishtes, pra shihni dhomat me e katit parë, të dytë, tretë dhe të katërt. Ka 130 dhoma, po midis tyre ka dhomat standard, dhomat deluxe, dhomat junior suite dhe suitën presidenciale, e cila është 130 metra katrore madhe. Plazhi ka kabanat për dhomat premium dhe pjesën e çadrave për të gjithë klientët e hotelit. Pra çdo klient hoteli ka të përfshirë çadrën. Këtu jemi në godinën e dytë, godina e tretë është ajo, godina e katërt dhe e pesta është në pjesën mbrapa. Po të vini re, asnjë godinë nuk është e ngjashme me tjetrën, pra secila nga godinat është e ndryshme për arsye arkitektonike dhe është veshur e gjitha me të njëjtin gur, që thash që t'jep përshtypjen e shkëmbit që ka qenë përballë. Është një hotel ku të 131 dhomat kanë pamje nga deti, shihni çfarë pamje fantastike kanë. Të 131 dhomat kanë të njëjtën pamje nga deti, kanë standardin Accor të dhomave, pra standardin e tyre, dhe njëkohësisht shërbimin i cili është trajnuar i gjithi nga kompania franceze. Në këtë drejtim shkon, ka pjesën e pishinës, e cila është e ngrohur, ka pjesën e spas, që është në këtë drejtim, ka njëkohësisht edhe fitness center. Gjëja më e bukur është që
Hoteli do të jetë ndër të parët hotele në të gjithë këtë zonë që do të funksionojë 12 muaj të vitit. Pra është 12 muaj i hapur dhe do të shërbej edhe për staf retreat dhe për organizime të tilla. Këtu po hyjmë në pjesën tjetër. Është godina e 4, e 5 është ajo mbrapa, e cila këtu ka një ndryshim në ngjyrën e mermerit. Është përdorur mermer jeshil për ta ndarë pak nga guri i kapshticës, pra për të thënë është dhe pjesa e spas në këtë drejtim, ndërkohë që këtu po shkojmë tek restoranti qendror dhe te bari. Bliss Bar është një bar i cili ka standardin prap thash të Akorit dhe kjo është pishina e hapur, ka pamje infiniti, dëshatosh është pishina me ngrohje, pra është një pishinë e cila ka temperaturën të kontrolluar, edhe në dimër mund ta ketë ujin 25-30 gradë, pra është e ngrohtë dhe është e gjitha e vendosur mbi det. Duhet ulesh në lartësinë e pishinës për ta kuptuar që është infiniti. Kjo është pjesa barit me hijen, pra ku mund të qëndrohesh për të qenë në hije, ndërkohë që do mundohem ngjithem sipër për t'ju treguar pjesën e restorantit dhe më pas, shihni çfarë interesante është në standard, është që ushqimi nuk gatuhet tu. I gjithë pjesa e restorantit, e kuzhinave dhe ndihmave janë katin e poshtëm dhe ushqimi vjen përmes ashensorit. Domethënë ti duhet thrasësh ashensorin dhe ushqimi të vjen nga kuzhina përmes këtij ashensori, vendoset në këtë zonë këtu dhe prej këtu shërbehet në drejtim të barit ose nëse ngjitesh një kat më sipër, unë kam shtypur njishin, duhet shtyp 0, në fakt se jam 0, të shkon në drejtim të restorantit tek njishi dhe 0 vjen tek bari. Pra ja kam erdhi. Ja, ky është ashensori me cilin vjen ushqimi, ndërsa pjesa e sipërme është pjesa që do të çon tek restoranti, po ju tregoj dhe restoranti, po gjëja më interesante janë 3 tipet e ndryshme të dhomave që duhet tregoj me njëherë pas tyre. Tash, gjëja më e bukur dhe më e rrallë është pamja manitse që ka. Kjo është pjesa, restoranti është në katin e dytë, por mund të shërbehet ushqim dhe në katin e parë. Ka një verandë shumë bukur. Si jeni? Ka dhe një verandë këtej, po filloj me shërbimin. Është pjesa e restorantit. Haj. Si jeni? Mirë, si kalon? Albano, menaxheri i barit. Albano, si je? Mirë, si. Mirë. Kjo është pjesa e restorantit, ë? Po, ky është restoranti Mozaiku. Brenda kemi 66 covers edhe 31 përjashta. Shefin çfarë keni? Shefi i kuzhinës është Argentinas. Shefin e kanë Argentinas, që njeh mirë kuzhinën, po shefin e pasticcerisë? Shefi i pasticcerisë është turk. Shefi i pasticcerisë është turk, pra një shef kuzhinierin, siç themi ne, Argentinas, një shef për pasticcerinë turk, kishe 60 e sa vende brenda? 66. 66 vende brenda, ki parasysh që vapa është përvluese në verë, ndërkohë që kjo është pjesa e terracës. Ti hapim të dyja një? Po. Shifeni tani, në ditë më të freskë, do më thënë kur nuk ka nevojë dhe ndryshimet më dha temperaturave indoor dhe outdoor, kjo mund të ishte fantastike. Është pjesa e pishinës, pra pishina thash është me ngrohje, dhe shirë se çfarë pamje ka. Më gjeni një det më të bukur, se ky po të vish këtu mund ta shohësh hotelin edhe të gjithin të ngritur, po besoj e keni parë në pamjen me dron. Albano, ku e punuar përpara? Kam punuar në Lindjen e Mesme. Lindjen e Mesme, ku? Në Doha, në Oman, në Doha dhe në Oman. Edhe Abu Dhabi. Edhe në Abu Dhabi. Po çfarë bëje? Kam filluar si gjithë kamarier, po avash jam rritur duke kaluar. Sa vjet ke punuar atje? Kam punuar 8 vjet. 8 vjet. Po. Domethënë 2 në gjitha vendet e tjera. 2 vjet në gjitha. Pak, po. Edhe pastaj kam qenë edhe në Movenpick, në Lalës, kam qenë menaxher i barit. Po dhe tani ka ardhur këtu, ë? Si duket restoranti me standardet? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Jemi akoma te hapja, por çdo gjë do vi në vi. Ja, pas kanë shtruar gati një tavolinë për testuar, thash, çdo gjë është e standardit të Akorit, e Mgaleri është një prej brendeve të Akorit. Albano, faleminderit. Faleminderit, shkënaqësi. Do kthehem prap pak më pas. Po. Pra kjo ishte pjesa e restorantit, ndërkohë që nuk hyra në pjesën e brendshme të
hotelit, pjesa e brendshme është pjesa më interesante. Tha, shifeni çfarë pamje ka këtu, shifeni çfarë pamje të mrekullueshme ka deti, pishina, hoteli, i cili ngrihet, thash, është një hotel me nivelet ndryshme nga 2 në 6, i gjithë i veshur me gur shqiptar, por çfarë standardi kanë dhomat? Do t'ju tregoj 2 nga dhomat, 3 tipe dhomash. Dhomën standard, pra më të voglën, do t'ju tregoj dhomën e Junior Suite dhe do t'ju tregoj dhe suitën presidenciale. Si është suita presidenciale e cila do të kushtoj nga 1.200 deri 1.500 euro nata, në hotelin e parë 5 yje plus luxury në Shqipëri, Green Coast Hotel, M Gallery Collection në Palas. Ju thash që mbasi ju shtregova hotelin dhe 2 dhomat standarden dhe Junior Suite-ën, do t'ju tregoj suitën presidenciale të hotelit Green Coast Hotel M Gallery Collection, i pari hotel i standardit ndërkombëtar prej kompanisë Accor. M Gallery është pjesë e kompanisë Accor në të gjithë jugun e Shqipërisë, pra madje që nga Durrësi deri në Sarandë, dhe i pari hotel në Shqipëri 5 yje plus, pra 5 star plus, që është një nivel më i madh se sa i 5 yjeve business hotel. Deri tani ju tregova, pra ka shumë gjëra, është i pari hotel me 130 dhoma që të gjitha shohin detin, është i vetmi hotel ku pjesa mbështetëse është po aq metra katror sa vet hoteli, ka një plazh 600 metra katror që ju tregova, i cili është i gjithë, i ka rreth 250 çadra, ka 130 punonjës për 130 dhoma, dhe tani po hym në suitën presidenciale, e cila është gjëja më e mirë e gjithë hotelit, është jam e Ramsin, është 130 metra katror, është suita numër 401, këtu keni pjesën e komandimit, këtu është njëra dhomë e gjumit, dhoma e parë e gjumit, ka 2 dhoma gjumi, they're separate, they can use one and 2 bedroom. Yes, and 1 living room. E përdorin që në qoftë se ti do të vendosësh dikë tjetër pra fëmijët ose njerëz të afërm, dhe këtu e ke të mbyllur për të ardhur, ose mund të komunikohet brenda. Kjo është pjesa kjo është dhoma e gjumit, po t'ju tregoj njerë banjën e vogël. Kjo është pjesa e banjës ditës, pra banja që përdoret për personelin, për njerëzit që janë duke qëndruar në suite. Është interesante me gjithë pasqyrën dhe tharjen e saj. Ndërkohë, para se të tregoj living roomin, shkojmë tek dhoma e gjumit. Kjo është dhoma e gjumit që duhet jetë dhoma e gjumit më e mirë e të gjithë hotelit, nuk po dalë fillim, është me të njëjtin standard, pra ka dollapët, safety boxin, çdo gjë që i duhet një dhome, që nga pantoflat, pjesa tjetër e rrobave,
O, kjo që nga kryevepër, të se kësha parë. Shiveni se si e ka. Laundry service e ka të gjithin prej lëkure, ti do t'a hedhësh do t'i hedhësh plaçkat e palara dhe pastaj vin i marrin si që janë me gjithë kuti. Këtu është pjesa e tabakave të shërbimit, kjo është pjesa ku mban letrat, kjo që nga pjesa e kafes, kjo është pjesa ku mban letrat edhe gjërat e tjera, pas ka dhe një kuti prap laundry, këtu është pjesa që mbahet akulli për koktejet, i gjithi i veshur me lëkur, është e njëjta lëkur që përdoret në gjithë hotelin, është një standard në fakt që nuk e kanë dhomat e tjera, shiheni dhe pjesa tjetër që përdoret në garderob, është krevati me gjithë pjesën tjetër të komandimit, televizori, ka pjesë të vogla veprash arti që me sa po kuptoj, kjo është originale, po. Ka pjesë të vogla veprash arti, duket pak si legjenda e Rozafës, po ta shohësh, edhe kjo që nga shumë elegante, tani do t'ju tregoj banjën para se sa të dal në pjesën tjetër. Shifeni banjën, kjo mund t'jetë banja me pamjen më të bukur të gjithë Bregdetit shqiptar. Shiheni pasqyrën për në mëngjes, shihe prap, dhe po të ecim këtej, dalim në një tarac që është jo e bukur, po është spektakolare. Shiheni pamjen e taracës, po mundohem t'ju tregoj vetëm pjesa e dushit që po tregon tani kamera. Shiheni se sa është. Ndërkohë, taraca ka një lidhje nga banja, banjë me 2 vetratat nda xhami, shive sa është vetratat, këtej shkon prap, kthehesh në dhomën e gjumit të dytë dhe është ndarë për momentin dhe kush do i heq dhe i bën connecting me dhomën tjetër gjumit. Tani po hy prap në dhomën e gjumit, që është dhoma këtu. Imagjino çfarë standardi që të ofron. Do të kushtoj 1.200, aramësi deri 1.500 euro në varësi të sezonit, dhe gjëja më e çuditshme ishte do ta pyes tani që më tha që kanë shitur pjesën më të madhe. Këtu ke komandimin e plot, do më thënë all off, all on, night, all on, privacy. Vazhdoj në këtë pjesën tjetër, është pjesa vazhdoj. Këtu janë prap vepra arti, edhe kjo është interesante, duhet bëj të gjitha living spotet, balkoni. Kjo qënka shumë interesante. Kjo është rrugtimi i marë, rrugtimi i Jul Cezarit. Pra ju e dini që Jul Cezari ka zbritur në Green Coast, në këtë zonën këtu. Është i gjithë rrugtimi i tij, vendi ku ndodhet Shqipëri dhe rrugtimi i tij. Është interesante kjo pjesë e konsolës ku mbahet minibari dhe objekte e tjera, ja, pjesa kafes, e gjitha e zbukuruar. Edhe këtu gota duhet jenë kristal, se i pash edhe atje. Kristal është. Gotë kristali e çuditshme, po pjesa e tavolinës së ngrënies indoor, pra brenda dhomës, sërish vepër arti, edhe kjo që nga shumë interesante, është living roomi, pra dhoma e ndenjes, ose e racëm që nga. Dhoma e ndenjes ka përballë televizorin, një konsol të vogël, është akoma pra nuk ka mbaruar krejtësisht, ndërkohë që këtu shkon në pjesën ndoshta më të bukur që ka gjithë hoteli në outdoor, ishin 2 taraca andej. Kjo është dhoma, do të thënë taraca me tavolinën e ngrënies për në mbrëmje, që natyrisht mund të vendosësh çadër për ta mbuluar dhe në drek, po në drek vendi është shumë vap, dhe këtej është pjesa e shezllonëve kur ti qëndron për të bërë banjo dielli. Edhe tavolina është një tavolinë e bërë prej të njëjtit gur, të thash që është guri i kapshticës, i cili t'jep ndjesinë e detit, dhe këtej ke pamjen e të gjithë plazhit të Palasës, nga guri i ku mbaron shkëmbi i Karaburunit, pra shiheni në atë drejtim, duke ndjekur të gjithë pjesën e plazhit, duke shkuar në këtë drejtim në derdhjen e projit të Palasës
dhe më pas vazhdon në Drimadhes dhe në Dhërmi. Po të vini re, gjëja që është më interesante është që resorti, terracat e tij, pjesët e sipërme të terracave nuk i ka me gur apo me çati normale, por i ka me gjelbrim. Pra nga këtu, nga suita ti nuk shef terracën e godinës tjetër, po shef gjelbrim. Dhe njëjta gjë vlen edhe këtu, po të shohësh në këtë drejtimin tjetër. Pra nga lartë, po ta shohësh nga lartë, duket si me qenë një kopësht, bajmën për herë të parë këtë histori, kam parë Monte Carlo në vitin 1991 dhe u befasova, shihni. Dhe terracat e kateve të para janë të gjitha me gjelbrim. Është suita presidenciale e një prej hoteleve më luksoz që ka bota si brand e Galeri dhe hotelit të vetëm 5 yje plus në Shqipëri. 130 metra katror, 1.200 deri 1.500 euro nata i shitur dhe siç thanë kanë shitur deri tani një pjesë rreth 20 net vetëm të suitës presidenciale. Unë do ta mbyll nga ky këndi këtu, mbasi ju kam treguar 3 gjëra të rralla të këtij hoteli. Hotelin përgjithshëm, dhomën normale junior suitën dhe suitën presidenciale, shif çfarë pamje që ka. Ju thash që mbasi ju shtregova hotelin dhe 2 dhomat standarden dhe junior suitën, do t'ju tregoj suitën presidenciale të hotelit Green Coast Hotel M Gallery Collection, i pari hotel i standardit ndërkombëtar prej kompanisë Accor. M Gallery është pjesë e kompanisë Accor në të gjithë jugun e Shqipërisë, pra madje që nga Durrësi e deri në Sarandë, dhe i pari hotel në Shqipëri 5 yje plus. Pra 5 star plus, që është një nivel më i madh se sa i 5 yjeve business hotel. Deri tani ju tregova, pra ka shumë gjëra, është i pari hotel me 130 dhoma që të gjitha shohin detin, është i vetmi hotel ku pjesa mbështetëse është po aq metra katror sa vet hoteli, ka një plazh 600 metra katror që ju tregova, i cili është i gjithë, i ka rreth 250 çadra, ka 130 punonjës për 130 dhoma. Dhe tani po hym në suitën presidenciale, e cila është gjëja më e mirë e gjithë hotelit, është 130 metra katror, është suita numër 401, këtu keni pjesën e komandimit, këtu është njëra dhomë e gjumit, dhoma e parë e gjumit, ka 2 dhoma gjumi, they're separate, they can use one and 2 bedroom. Yes, and one living room. E përdorin që në qoftë se ti do të vendosësh dikë tjetër, pra fëmijët ose njerëz të afërm, dhe këtu e ke të mbyllur për të ardhur, ose mund të komunikohet brenda. Kjo është pjesa kjo është dhoma e gjumit, po t'ju tregoj një herë banjën e vogël. Kjo është pjesa e banjës ditës, pra banja që përdoret për personelin, për njerëzit që janë duke qëndruar në suite. Është interesante me gjithë pasqyrën dhe tharjen e saj. Ndërkohë, para se të tregoj living roomin, shkojmë tek dhoma e gjumit. Kjo është dhoma e gjumit që duhet të jetë dhoma e gjumit më e mirë e të gjithë hotelit, nuk po dal fillim, është me të njëjtin standard, pra ka dollapët, safety boxin, çdo gjë që i duhet një dhome që nga pantoflat, pjesa tjetër e rrobave, kjo që nga kryevepër, të se kisha parë. Shiheni se si e ka. Laundry service e ka të gjithin prej lëkure, ti do ta hedhësh do t'i hedhësh plaçkat e palara dhe pastaj vinë i marrin siç janë me gjithë kuti. Këtu është pjesa e tabakave të shërbimit, kjo është pjesa ku mban letrat, kjo që nga pjesa e kafes. Kjo është pjesa ku mban letrat edhe gjërat e tjera, pas ka dhe një kuti prap laundry, këtu është pjesa që mbahet akulli për koktejet, i gjithi i veshur me lëkur, është e njëjta lëkur që përdoret në gjithë hotelin, është një standard në fakt që nuk e kanë dhomat e tjera, shiheni dhe pjesa tjetër që përdoret në garderob, është krevati me gjithë pjesën tjetër të komandimit, televizori, ka
pjesë të vogla veprash arti që me sa po kuptoj, kjo është originale, po. Ka pjesë të vogla veprash arti, duket pak si legjenda e Rozafës, po ta shohësh, edhe kjo që nga shumë elegante, tani do t'ju tregoj banjen para se sa të dalë në pjesën tjetër. Shifeni banjen, kjo mund t'jetë banja me pamjen më të bukur të gjithë Bregdetit shqiptar. Shiheni pasqyrën për në mëngjes, shije prap, dhe po të ecim këtej, dalim në një tarac që është jo e bukur, po është spektakolare. Shiheni pamjen e taracës, po mundohem t'ju tregoj vetëm pjesa e dushit që po tregon tani kamera. Shiheni se sa është. Ndërkohë, taraca ka një lidhje nga banja, banjë me 2 vetratat mdha xhami, shive sa është vetratat. Këtej shkon prap, kthehesh në dhomën e gjumit të dytë dhe është ndarë për momentin dhe kushdo i heq dhe i bën connecting me dhomën tjetër gjumit. Tani po hy prap në dhomën e gjumit, që është dhoma këtu. Imagjino çfarë standardi që të ofron. Do të kushtoj 1.200, aramësi deri 1.500 euro në varësi të sezonit, dhe gjëja më e çuditshme ishte do ta pyes tani që më tha që kanë shitur pjesën më të madhe. Këtu ke komandimin e plot, do më thënë all off, all on, night, all on, privacy. Vazhdoj në këtë pjesën tjetër, është pjesa vazhdoj. Këtu jam prap vepra arti, edhe kjo është interesante, duhet bëj të gjitha living spotet, balkoni. Kjo qënka shumë interesante. Kjo është rrugtimi i marë, rrugtimi i Jul Cezarit. Pra ju e dini që Jul Cezari ka zbritur në Green Coast, në këtë zonën këtu. Është i gjithë rrugtimi i tij, vendi ku ndodhet Shqipëri dhe rrugtimi i tij. Është interesante kjo pjesë e konsolës ku mbahet minibari dhe objekte të tjera, ja, pjesa kafes, e gjitha e zbukuruar. Edhe këtu gotat duhet jenë kristal, se i pash edhe atje. Kristal është. Gotë kristali e çuditshme, po pjesa e tavolinës së ngrënjes indoor, pra brenda dhomës, sërish vepër arti, edhe kjo që nga shumë interesante, është living room-i, pra dhoma e ndenjes, ose e racëm që nga. Dhoma e ndenjes ka përballë televizorin, një konsol të vogël, është akoma pra nuk ka mbaruar krejtësisht, ndërkohë që këtu shkon në pjesën ndoshta më të bukur që ka gjithë hoteli në outdoor, ishin 2 taraca ndej. Kjo është dhoma, do të thënë taraca me tavolinën e ngrënjes për në mbrëmje, që natyrisht mund të vendosësh çadër për ta mbuluar dhe në drek, po në drek vendi është shumë vap, dhe këtej është pjesa e shezllonëve ku ti qëndron për të bërë banjo dielli. Edhe tavolina është një tavolinë e bërë prej të njëjtit gur, të thash që është guri i kapshticës, i cili t'jep ndjesin e detit, dhe këtej ke pamjen e të gjithë plazhit të Palasës, nga guri i ku mbaron shkëmbi i Karaburunit, pra shiheni në atë drejtim, duke ndjekur të gjithë pjesën e plazhit, duke shkuar në këtë drejtim në derdhjen e projit të Palasës, dhe në pas vazhdo në Drimadhes dhe në Dhërmi. Po të vini re, gjëja që është më interesante është që resorti, taracat e tij, pjesët e sipërme të taracave nuk i ka me gur apo me çati normale, por i ka me gjelbrim. Pra nga këtu, nga suita ti nuk shef taracën e godinës tjetër, po shef gjelbrim. Dhe njëjta gjë vlen edhe këtu, po të shohësh në këtë drejtimin tjetër, pra nga lartë, po të shohësh nga lartë, duket si me qenë një kopësht, bajmën për herë parë këtë histori, kam parë Monte Carlo në vitin 1991 dhe u befasova, shihni, dhe taracat e kateve të para janë të gjitha me gjelbrim. Është suita presidenciale e një prej hoteleve më luksoz që ka boda si brand, M Gallery dhe hotelit të vetëm 5 yje plus në Shqipëri.
130 metra katror, 1.200 deri 1.500 euro nata i shitur, dhe si që thanë kanë shitur deri tani një pjesë rreth 20 net vetëm të suitës presidenciale. Unë do ta mbyll nga ky këndi këtu, mbasi ju kam treguar 3 gjëra të rralla të këtij hoteli. Hotelin përgjithshëm, dhomën normale junior suitën dhe suitën presidenciale, çfarë pamje që ka.